Tirana fiton ndeshjen e parë të finaleve të play-offit ndaj Skënderbeut me rezultatin 0-3, duke bërë kështu një hap të madh drejt titullit kampion në volebollin për femra, me përjashtim të setit të parë që ka patur rivalitet deri në pikën e fundit fituar nga Tirana 24-26. Dy setet e tjera nisur edhe nga pikët janë fituar lehtë nga kryeqytetaset 17-25 dhe 16-25. Për kapitenën e Tiranës, Brahja, dhe zvendes trajnerin Blerdi Sinani, kjo ndeshje e parë nuk është thjesht një fitore, por shumë më tepër nisur edhe nga fakti se ndeshja e dytë luhet të shtunën Faria Oti. Çdo kundërshtar përballë, aq më tepër Korça, që në fushën e vet ka dominuar prej vitesh, është ekip i fortë, por ne dominuam këtë herë brenda Korçë dhe patjetër falenderoj trajnerët, stafin, gocat për lojën dhe për besimin që kemi të njëra tjetra për të fituar. Ja, nuk ka avantazhim ose disavantazh, në volejboll nuk ka. Çdo ndeshje vlerësohet si në fushën kundërshtare, si fushën tënde. Volejbolli luhet një lloj, kështu që nuk ka asnjë lloj në vlerësimi dhe asnjë lloj mbi vlerësimi. Ne jemi të përgatitur për të fituar. Ne vim për të fituar. Kapitenia e Skënderbeut, Elena Bego, as pak e qetë pas ndeshjes ta se fitoren, ja dhuruam Tiranës, por edhe ajo ka shpresë se gjërat mund ndryshojnë në ndeshjet e tjera. Tirana bëri punën e saj, luftoi, ne nuk luajtëm fare. Ishte një ndeshje që ja kemi dhuruar, besoj, se ka fituar Tirana. Patjetër që përderisa jemi këtu që po luajmë finalet, besojmë tek titulli. Trajneri Orlando Koja nuk ka dashur të bëjë dramë këtë humbje, megjithëse ka pranuar se pa organizatore, Pere dhe Desauza në maksimum, pas dëmtimit gjërat janë të vështira. Kemi akoma shumë për të treguar këtij kampionati. Unë megjithatë pash disa lojtare që treguan nivel lart, kështu që kam shumë besim që nëse arrim të përmirësojmë lojën sidomos në ngritjen topin e dytë, skuadra mund të performojë dhe të fitojë edhe ndaj Tiranës. Brenda një muaji Tirana ka fituar 3 herë në Korçë, madje në shtëpinë e korçarëve ka fituar Kupën e Shqipërisë, ndërkohë që ka fituar edhe ndeshjen e parë të finales së madhe. Këto 3 fitore dhe një tjetër e humbur në shtëpi, por edhe 2 trofe të tjera të pafituara këtë sezon tregojnë se nuk kemi Skënderbeun e një sezoni më parë.